A do ta fitosh garën apo jo? Cilat janë pritshmëritë e përparimit? Absolutisht, është ideja tashmë në 8 mars të zgjidhur anëtari i qeverisë, sepse sistemi është i tillë, domethënë ne karojmë edhe për qeveria e qytetit zgjidhet drejt për qytetarëve, janë 9 anëtarë të qeverisë. E njëri nga këta 9 anëtarë zgjidhet edhe kryetari pastaj. Kështu që ideja është që të zgjidhem tash në qeveri e pastaj në raundin e dytë të shkojmë drejt për drejt në garë për kryetar. Dhe këto zgjedhje janë vetëm për kantonin aty ku ti jeton, të Cyriut, si janë zgjedhje lokale? Për bashkinë. Për qytetin. Për qytetin. Për bashkinë, po. Si janë ca rregullat e tjera. Po, ka zgjedhje në këtë kantonin, për domethënë çdo komunë në qytet i ka zgjedhjet, po unë kandidoj për qytetin e Zëriut, pra. Në fakt kemi kandidat të tjerë shqiptar për kuvend të qytetit, domethënë për asambleë. Po bon. Në partinë tuaj që drejtoni, ka të tjerë shqiptarë aty antar? Po, unë tash kam arritur të mobilizu disa shqiptarë që me kriju një rreth aty, po. Po shpresoj që edhe 1 ose 2 persona të zgjidhen kësaj radhe. Pastaj ka edhe në parti tjera po dhe shqiptarë. Kështu që edhe aty kemi bashkëpunimin e mirë, domethënë edhe pse spajtohemi ndoshta për shumë pika, por sa i përket komunitetit shqiptar kemi një komunikim të mirë. Do me thënë, nëse ti fiton, kabineti yt që do të ndihmojë do të jetë më shumë nga shqiptarët? Ja, nuk ka që bëja fokus. Kabinetin do ta kemë profesionist. Nëse meritojnë se ja. Dhe kjo është esenca që do të më u dhënë hapësirë atyre që punojnë, e njohin punën dhe s'ka rol nëse është shqiptar, zvicran,